Para se me fol për të nominuarit, po flasim pak për avantazhin e Selinës dhe se dallon prej avantazhit të Mirit. Ky ishte po tamam avantazh për lojë ky i Selinës. Se ai i Mirit ishte okay, ai takoi vajzën e vet dhe në rregull e hoqi pak mallin, pastaj pjesa e dytë e kuptoi se çfarë mendon familja e Selinës, por nuk është që ka me sulmu veten ai me atë informacion. Kështu që mendoj që ka dallim shumë avantazhi. Ky Selinës ishte avantazh i mirë dhe Selina ka plan me nxjerr Inën jashtë dhe mendoj që me këtë nominim ka me arrit. Krejt që duhet ju me bo është më kujdes që Gimbo mos me dal jashtë me votu sa ma shumë për Gimbon, për nërësh mendoj që ma i rrezikumi në këtë nominim vazhdon me kon Ina edhe se nështë ka njerës që nuk dojnë mënyrën se që folë orgjeti. Qysh është një avantazhin dhe kush eliminohet?